Hetuesit në Indi po vazhdojnë hulumtimet për të përcaktuar shkakun e incidentit vdekjeprurës që të hënën mbrëma e goditi kryeqytetin e vendit. Shpërthimi pranë fortesës historike të Kuqe vrau të paktën 8 persona dhe plagosi 20 të tjerë. E familjarët e viktimave jashtë morgut kërkonin ngushëllim nga njëri tjetri. Policia tha se shpërthimi besohet të ketë filluar nga një makinë Hyundai i20 që ishte ndaluar në një sinjal trafiku dhe se po bëhen përpjekje për të gjurmuar pronarin e saj. Disa dëshmitar që ndodheshin pranë vendngjarjes përshkruan momente të frikshme të shpërthimit. Ne po prisnim vakte komunitare, zakonisht ka rreth 100 deri 200 njerëz që presin të shërbehen. Dihej sikur po shpërthente një krizm, por pastaj pati një seri tinguj shpërthimesh. Ne kishim sjell ushqim, pati tinguj të fuqishëm shpërthimesh, veshët e mi u shurdhuan për 2 deri në 5 minuta. Kryeministri Narendra Modi u zotua se asnjë prej përgjegjësve nuk do të mbetet pa u ndëshkuar. Agjencitë tona do ta zbulojnë plotësisht këtë komplot dhe ata që qëndrojnë pas tij nuk do të shpëtojnë, të gjithë përgjegjësit do të nxirren para drejtësisë. Autoritetet indiane po e hetojnë shpërthimin sipas një ligji të përdorur për të luftuar terrorizmin, ndërsa lokacioni i rrethuar me bariera të bardha mbetet i mbyllur së bashku me fortesën historike dhe metron për arsye sigurie.